kur ja kemi nisna me punu, një pjesë sfidave kryesore me cilat jemi përballë ka qenë vetëdijsimi tepër i ol. Përveç faktit që kemi pas tepër vështirë edhe me gjetë material, se njerëz kanë qenë shumë skeptik kur ti ke shku me lyp brollogun, atë pse po të ma marr brollogun mu. Ka qenë vështirë me u kyç në dialog me publikun, se njerëz thjesht edhe nuk kanë qenë të interesuar, se nuk e kanë kuptuar se çka janë ato bu. Edhe ju ka dok si diçka jo nështa e mirë, se njerëz në Bedonina t'i shohin si diçka të ndytë. Kemi nisna fillimisht me produktet të modës, me rrypa edhe vët, për arsye se kemi pas qef edhe me shpërnda sa ma shumë identitetin edhe qëllimin edhe vizionin tonë. Jemi të punu do të edhe me produkte të cilat angazhojnë shumë ma shumë plastik, janë produkte këto që janë emocionale, si medalje, mirënjohje, çmimore të ndryshme. Kur vjen punat e mjedise dhe do protestat vogla që organizojshim që muneshim me frymën e Fridays for Future të Greta Thunbergut që i bëjshin çdo të premte. Kena pas, tepër shumë konfrontime me qytetarën shesh, ku theshin qa vëdel në jadën, këshëm me folë diçka për mjedisen.